Stoj për minutë ndërim. Zero. Lavdi. Cool, I like it, amiga. Kryva like ja. Po, nuk I di vallaj. Po moshe, u krejtën, tash atu jem të prit me thirr dhe moral. Familja e Shari dhe gjithë dëshmorët e kom meritojnë për çdo ditë më respektu. Jo vetëm këtu ditë, po për çdo ditë më respektu dhe shpak një na duket. Ne dimë se familja e Shari prej vitit 1990 deri në ramin e tyre e kanë fliu çdo sen. Jo vetëm pasurinë, por edhe jetën e tyre që kanë për këtë vend, sidomos me 22 janar të vitit 1990 jem plagosur 2 vajza Baci Trifat, edhe Omzë jem plagos. Kjo familje dhe gjitha familjet dëshmore meritojnë shumë për çdo ditë, jo vetëm sot. Po më duket pak I kemi lënë si në harres. Jo vetëm familja Ashari, por gjitha familjet dëshmore. Sot jena në përvjetorin e dytë që I bëhet familjes I Ashari, pas atit pare që është me 30 dhjetor të vitit 1991, sot kemi marrë me ndëru ata që s'u thujnë kurr, pas as një sulmi, as atit parit, as dytit, po edhe atit tretit që ndodhë me 6, 7, 8 mars. Prandaj sot jena marrë me ndëru kryekomandantin tonë, legjendar Ademi Ashari, familjen e Ashari dhe gjithë ata që I rezistuan sulmin e Serbisë.